Kryeministri Edi Rama ka qenë pjesë e një takimi të zhvilluar me përfaqësues të punëdhënësve, punëmarrësve dhe shoqërisë civile për të forcuar dialogun social dhe bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Gjatë fjalës së tij Rama tha se ky i sotmi është një moment historik për vendin, pasi sipas tij Bashkimi Evropian dhe Brukseli janë më gati se kurrë për të marrë vendin tonë brenda. Shqipëria duhet të përfitojë nga ky shans dhe të bëjë të gjitha përpjekjet për të qenë brenda Unionit përpara se dera Bashkimit Evropian të mbyllet. Është hera e parë pra që kur kujtoj që yjet tona janë në një linjë me yjet e Bashkimit Evropian, jo vetëm sa i takon të ardhmes e perspektivës, por edhe sa i takon së tashmes. Sepse sigurisht që Bashkimi Evropian ka qenë shumë i kujdesshëm të thotë që vendi ynë është në Evropë, një ditë do të jemi në Evropë, që horizonti është vendi ku do të bashkohemi, por nuk e kemi ndjerë kurrë atë që ndjejmë së fundmi, gatishmërinë për ta bërë këtë realitet, se për ta bërë realitet tani. Sigurisht, kjo lidhet jo vetëm me punën tonë të mirë, por edhe me situatën e përgjithshme brenda kontinentit tonë dhe përtej tij. Por ajo çfarë përpiqem t'ju them çdo ditë bashkëpunëtorëve të mi dhe njerëzve është që dera është hapur. Duhet të përfitojmë nga ky shans dhe të bëjmë maksimumin për të qenë brenda kur kjo derë të mbyllet sërish, sepse ne e dimë se si funksionon. Kështjella hap dyert dhe pastaj mbyll dyert. Dhe ka nga ata që kanë qenë më të shpejtë që kanë hyrë dhe e kanë gjetur brenda veten kur dera është mbyllur, dhe ata që kanë mbetur jashtë. Ka shumë njerëz që sot përpiqen të thonë që nuk do të ndodhë, dhe që ajo çfarë po përpiqemi t'ju themi që duhet të mobilizohemi, duhet të bëjmë më të mirën për t'i vënë të gjitha energjitë në këtë drejtim. Është thjesht një iluzion, thonë, apo është propagandë, apo ku e di unë se çfarë, sepse nuk ka ndodhur në 12 vjet. Atëherë pse duhet të ndodhë në 4 vitet e ardhshme, por sigurisht këta njerëz nuk janë mjaft të mirë informuar. Presidenti EACC, Oliver Robke, në takimin inaugurues të Komitetit Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të BE, vlerësoi se Shqipëria është një ndër vendet me performancën më të mirë të negociatave në rrugtimin drejt Unionit. Mëtej e shprehu bindjen se vendi do të arrijë të përmbyllë grup kapituit brenda afatit parashikuar dhe të bëhet antar me drejtat plota në BE brenda 2030-s. Siç e thashë, jam i bindur që Shqipëria është vërtet pranë të bëhet një nga vendet me performancë më të mirë të negociatave për anëtarësim në BE, dhe me tërë zemër ju uroj që të i arrini të tërë ambicet që keni, domethënë për të mbyllur deri në fund të 2027-s të tërë kapitull, në mënyrë që të bëheni antar me drejta plota deri kur të vijë 2030. Kjo është një objektiv ambicioz, por me sinergjin e autoriteteve shqiptare dhe shoqërisë civile është e arritshëm. Do të thotë të përmendja dhe parimin e antarësimit dhe bazë të meritave. Kjo është e vlefshme plotësisht, por nuk duhet ta përdorim për të vonuar procedurat. Vërtet duhet jemi të drejtë dhe dim që në të kaluarën kemi lënë disa shtete në listë pritje shumë të gjatë, dhe mendoj se nuk duhet përsërisim të gabim. Jam tërësisht pozitiv që ne do mund të përmbyllim këtë proces. Përgjegjësia e shoqërisë civile është të komunikojë në mënyrë efikase dhe sa më pranë qytetarëve. Nga ana tjetër, qeveria mund të përfitojë nga ekspertiza që ka shoqëria civile në sektorë të ndryshme, nga njohuritë e tyre për procesin e negociatave. Dhe këtu duhet që shoqëritë civile të luajnë një rol proaktiv në platforma të ndryshme për konsultim apo për pjesëmarrje në vendimarrje, qofshin këto platforma të ndryshme të integrimit evropian apo të tjera. Kryeministri theksoi se rrugtimi i Shqipërisë drejt BE është i dhimbshëm, por po përpiqemi dhe po ja dalim me sukses në përballimin e dhimbjes dhe po japim vetes të gjitha arsyet për të ecur përpara pa u dorëzuar.